Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një byrek me mish që në familjen time është quajtur mesnik. Është një byrek tradicional që ne e përgatisim zakonisht me rastin e festave të fundvitit, por sigurisht mund ta përgatisni edhe për ditë të zakonshme. Ky byrek përgatitet me petë të thata edhe me mishin e kokës së qingjit. Të paktën në familjen tonë është vepruar për çdo vit në këtë formë. Këtë herë vendosa që recetën ta ndaj edhe me ju. Nuk e di nëse ka edhe zona të tjera në Shqipëri që e kanë traditë përgatitjen e këtij byreku. Nëse e njihni këtë lloj byreku me këtë emër ose ndoshta edhe me emër tjetër, jeni të lirë të shkruani poshtë te komentet. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim do të bëjmë zjerrjen e kokës së qingjit. Dhe në momentin që shikoni që mishi ka filluar që të shkëputet lehtësisht nga pjesa e skeletit të kokës, në këtë pikë mund të shtoni në tenxhere kripën, por gjithashtu edhe një kokër qep të grirë imët. Do ta lëm sërish mishin e kokës që të marrë val, derisa të shikoni që edhe qepët janë zbutur mjaftueshëm. Dhe ndërkohë mos harroni që kur ta hiqni kokën e qingjit nga zjarri, të keni lëng mjaftueshëm që do të na duhet më pas për të spërkatur petët gjatë shtrimit të byrekut. Në momentin që mishin e kokës e keni gati, e shkëpusni nga pjesa e skeletit dhe i lini gati derisa ne të përgatisim edhe petët e byrekut. Siç u thash edhe më parë, ky lloj byreku është traditë që përgatitet me petë të thara, të cilat mund t'i përgatisni vetë në shtëpi ose mund t'i blini ato të gatshme, siç kemi vepruar edhe ne në këtë rast. Për arsye kohe, petët e thata i kemi bler të gatshme, por në kanalin tim unë ju kam treguar edhe videon specifike se si mund të përgatisni petë të thata në shtëpinë tuaj. Për të gjithë ju që doni që petët e thata të përgatisni vetë, mund ta shikoni atë video dhe fare mirë petët mund t'i bëni vetë në shtëpinë tuaj. Kush të dëshiroj mund t'i blej edhe të gatshme dhe në fund fare më besoni që byreku del shumë i mirë edhe me petë të gatshme, të cilat janë të posaçme për byrekët që bëhen me petë të thata. Megjithatë, ne sërish kemi përgatitur një brumë që do të na duhet për të përgatitur petët e sipërme dhe petët e poshtme të byrekut, të cilat duhet që të jenë të njoma. Në këtë rast ne kemi përgatitur një brumë vetëm për të bërë 10 petë të njoma, nga të cilat 5 do të përdoren për pjesën e poshtme të byrekut dhe 5 do të përdoren për pjesën e sipërme të tij. Për përgatitjen e këtij brumi do t'ju duhen vetëm 2 kota miell, pak krip dhe gjithashtu do të shtoni dhe ujë derisa brumi të bëhet i butë dhe që duart të mos ngjiten. Mjaftoni gjysmë gote me ujë dhe në fund fare do të përftoni një brum të butë që nuk ju ngjisin duart. E punoni brumin mirë me duar dhe në momentin që brumin e keni gati, pa e lënë fare të pushoj, mjafton ta ndani në 10 kuleç, jo shumë fare të vegjël, por as shumë të mëdhenj, pra në kuleç mesatar, duke u përshtatur edhe madhësisë të tepsisë ku të përgatisni byrekun. Ne kemi ndarë brumin në 10 kuleç, pra 5 për pjesën e poshtme të byrekut dhe 5 për pjesën e sipërme të tij. Më pas, kuleçët, siç e shikoni edhe në video, i kemi hapur 1 nga 1 ose 2 nga 2 si të keni dëshirë, duke përdorur niseshte. Petët e byrekut duhet që të jenë të holla. Dhe në momentin që e keni hapur petën e parë të byrekut, ashtu siç është e njom, pra pa e tharë, do ta shtrojmë në tepsi të cilën më parë e keni spërkatur me pak vaj ulliri ose pak vaj gjelle. Pasi e shtroni petën e parë, të njëjtën procedurë do ta ndjekim edhe për petët e tjera. Pra 5 petë të njoma do t'i shtrojmë poshtë dhe kjo bëhet pikërisht sepse petët e njoma që vendosen poshtë dhe sipër byrekut janë ato që bëjnë edhe
mbajtjen e petëve të thata brenda byrekut. Pra këto petë janë të domosdoshme në mënyrë që petët e thata të qëndrojnë brenda byrekut, pra si të thuash që të mbledhin byrekun në mënyrë që petët e thata të mos kërcejnë sipër. Mos harroni që pas çdo pete të njom që shtroni në tepsi, të spërkasni me pak vaj ulliri. Dhe ndërkohë, dua t'ju them edhe një moment tjetër për përgatitjen e këtij byreku, që është edhe lëngu që na duhet për spërkatjen e petëve të thata. Lëngun që kemi zier mishin e kokës, do ta provojmë për krip, nëse ka nevojë për krip, mund t'i shtoni edhe më tepër. Do të shtojmë gjithashtu pak nenexhik ose mëndërs ose nane, si quhet ndryshe, si dhe pak rigon dhe piper të zi. Këto lloj erëza shtojmë ne kur përgatisim këtë lloj byreku. Mund të shtoni erëzat tuaja të preferuara ose mund të hiqni ndonjë nga ato që ne kemi përdorur në këtë video. Dhe më pas kur lëngun e kemi gati, tani do të fillojmë me shtrimin e petëve të thata në tepsi. Mos harroni që petët e njoma i spërkasim vetëm me pak vaj, pra nuk do t'i spërkasim me lëngun që përgatitëm, pasi në të kundërt byreku bëhet shumë i qullët dhe nuk deli mirë në fund. Pasi keni përfunduar me shtrimin e 5 petëve të njoma në tepsi, tani do të shtrojmë petën e parë të thatë, të cilën pasi e shtrojmë në tepsi, mund ta shtroni duke e coptuar ose edhe ashtu siç është, varet nga madhësia e petës dhe nga madhësia e tepsisë që ju keni. Petën e spërkasim nga pak me lëngun që kemi përgatitur. Si për petës parë, do të vendosim petën e dytë, të cilën sërish do ta spërkasim me pak lëng, por mos harroni që në çdo 2 ose në çdo 3 petë të shtoni dhe nga pak vaj. Kujdes mos shtoni shumë yndyr, pasi në fund fare byreku del me shumë yndyr dhe është e vështirë që të hahet. Prandaj dua t'u theksoj që spërkatjen me lëngun që përgatitëm e bëjmë në çdo petë të thatë, ndërsa spërkatjen me vaj, ku shtrojmë petët e thata, e bëjmë në çdo 2-3 petë, pra jo në çdo petë, siç veprojmë kur hedhim lëngun e mishit të kokës. Për këtë byrek ne kemi përdorur në total rreth 20 petë, nga të cilat 10 janë të njoma dhe 10 janë të thata. Sigurisht ju mund të përdorni edhe më tepër petë të thata, varet gjithmonë edhe se sa të madh do ta bëni byrekun. Procesin e shikoni edhe në video, pra nëse ndiqni udhëzimet siç ua thash, do të përgatisni një byrek shumë thjesht dhe fare kollaj. Mos harroni që kur të mbërrini në mes të byrekut, pra pasi keni shtruar pothuajse 10 petë në tepsi, nga të cilat 5 janë të njoma dhe 5 të thata, në mes do të shtrojmë edhe mishin e kokës. E përhapim mirë mishin. Nëse doni, këtë byrek mund ta bëni edhe me 2 ose 3 shtresa mish, ne gjithmonë e bëjmë vetëm me një shtres. Kështu e kemi përgatitur gjithmonë në familjen tonë. Dhe më pas, procedura e shtrimit të byrekut është njësoj siç vepruam edhe me pjesën e poshtme. Pasi përfundoj me petët e thata, tani do të përgatisim edhe 5 petët e njoma për pjesën e sipërme të byrekut. I hapim edhe petët duhet të jenë të holla, në mënyrë që byreku të dalë shumë i mirë. Petët e njoma i shtrojmë në tepsi duke spërkatur me pak vaj ulliri, pa përdorur fare nga lëngu, ku kemi zier mishin e kokës. Dhe në fund fare, do të përgatisim edhe petën e fundit, pra petën e sipërme, të cilën pasi e shtrojmë në tepsi e niveloj mirë. Ky byrek nuk përgatitet me thëmbra ose me pjesë anësore, pra petët duhet të jenë fiks sa që është madhësia e tepsisë. Dhe më pas, në fund fare, petën e sipërme e spërkasim me vaj ulliri.
Dhe tani është momenti i pjekjes së byrekut. Mos harroni që përpara se ta fusni byrekun në furrë, furra duhet që të jetë e nxehtë, për këtë arsye hapni më parë furrën dhe në momentin që furra është nxehur, byrekun e fusim për të pjekur në 200 gradë Celsius. Byrekun do ta lëmë që të piqet në furrë për të paktën 45 ose 50 minuta, ose derisa të shikoni që byreku ka kulluar mirë, ka marrë edhe ngjyrën e bukur sipër. Megjithatë, pjekja e byrekut me mish varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Pasi byreku është pjekur ashtu siç duhet, e heqim nga furra dhe sipër ne kemi traditë që ta spërkasim me pak ujë të ftohtë dhe ta mbulojmë me një tepsi ose pecet në mënyrë që të zbutet pak pjesa e sipërme e byrekut. Po të doni, mund ta servirni edhe ashtu siç është. Më pas byrekun e keni gati për ta prerë dhe për ta servirur për familjarët tuaj. Ne kemi prerë të nxehtë, por mirë është që ky byrek të ftohet pak dhe më pas të serviret. Nuk e di nëse e gatuan ju këtë byrek për familjet tuaja. Nëse po, mund të shkruani poshtë te komentet se si e përgatisni dhe se si e quani në familjen tuaj. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.